Një burr që po peshkonte, mbeti I habitur dhe I tmeruar kur vuri re një figurë femërore të çuditshme dhe të frikshme. Pamja e saj ishte e paqartë, por një ndjesi e fortë e tmerrit e mbërtheu menjëherë. Ai qëndroi I ngrirë për disa çaste, duke vështruar çdo lëvizje të figurës. Zemra I rrahu fort ndërsa paniku dhe frika rriteshin. Nuk guxoi të lëvizte ose të largohej, ndërsa figura vazhdonte të qëndronte në vend, duke krijuar një ndjenjë të rëndë frike që nuk do të harrohej lehtë. Çdo moment u duki te I skajshëm dhe misterios. Kur pa një shfaqje plotësisht të pashpjegueshme në mes të një rruge të vetmuar, një shofer vendosi të ndalonte menjëherë për të dokumentuar atë që sytë e tij nuk mund ta kuptonin plotësisht. Pamjet tregojnë qartë një figurë enigmatike me sjellje krejtësisht jo natyrore në buzë të asfaltit. Në mes të natës, një incident shqetësues la Michaelin të tronditur dhe të hutuar në një banesë të vjetër me një të kaluar shqetësuese. Michael, një përdorues Reddit me emrin IGS15, ndau një përvojë të merruese në subreddit Ghosts, e cila tërhoqi menjëherë vëmendjen e komunitetit dhe u bë temë diskutimi brenda pak orësh. Dëgjoj me vëmendje. A e dëgjove? Papritmas, një zë I frikshëm I përshpëriti, majt. Fillimisht, Michael mendoi se ishte një nga fëmijët e tij që kishte zbritur pa e vënë re, por paniku I tij u rrit kur kuptoi se nuk ishte kështu. Ai shpjegon se videoja u regjistrua rreth mesnatës dhe ai ishte I vetmi zgjuar në shtëpi, shoqëruar vetëm nga qeni dhe maca e tij, të cilët dukeshin qartë pranë tij në xhirim. Duket sikur përshpërima mund të lidhej në ndonjë mënyrë me të kaluarën misterioze dhe të frikshme të këtij vendi. Çdo detaj, nga heshtja e natës deri te reagimi I kafshëve shtëpiake, shton tensionin dhe misterin. Për përdoruesit e Reddit, ky përvojë ngjalli hipoteza dhe teori të ndryshme, nga shfaqja e një shpirti të vërtetë deri tek një incident I shkaktuar nga perceptimet e njerëzit ose një efekt akustik I papritur. Komento mendimet tuaja dhe ndaje interpretime të ndryshme mbi atë që mund të ketë ndodhur. Eksploruesi I njohur urban, Kres, nga kanali në YouTube, World Helale, vendosi të ndërmerte një aventurë që shumë të tjerë do ta konsideronin të rrezikshme. Të eksploronte një tempull të vjetër masonik të braktisur në Cleveland, Ohio. Ky ndërtesë madhështore, ndërtuar në vitin 1916, ishte mbyllur që nga viti 1969, duke lënë brendësinë e saj në një gjendje degradimi dhe harrese, gjë që menjëherë tërhiqte vëmendjen e Kres. Qëllimi I tij ishte të dokumentonte arkitekturën dhe simbolizmin masonik, që ende ruhej mes kolonave të plasaritura dhe dritareve të mbuluara me pluhur. Sa po hyri, ai ndjem një ftohtësi të lagësht që dukej sikur depërtonte më thellë se veshja, një ndjesi sikur koha vet kishte ndaluar brenda tempullit. Ndërsa ecte me kujdes, duke fokusuar kamerën e tij, Kres ndjeu një shtrëngim të lehtë në shpinë, sikur dikush apo diçka e kishte prekur. Ai u kthye ngadalë, drita e dritares nxirrte çdo qoshe, por nuk pa asgjë. Pavarësisht tmerrit fillestar, vendosi të vazhdonte, I nxitur nga kurioziteti dhe vendosmëria për të përfunduar eksplorimin. Çdo hap që hapi I jehon në sallat e zbrazura, si të ndërtesa vetë përgjigjej ndaj pranisë së tij, duke përshpëritur sekretet e vjetra që vetëm ai mund të përpiqej t'i zbulonte. Ndërsa studionte një grup mbi shkrimesh të gdhëndura në gur, papritmas dëgjoi një buçitje pas shpinës. Një derë u mbyll papritur me forcë, duke ngjitur re pluhurin nga mobiljet e braktisura.
Kres u tërhoq një hap mbrapa, i shokuar nga fuqia e goditjes, dhe atëherë pa. Një siluet spektrale, thuajse e padukshme, u shfaq për një moment përpara tij. Fytyra e zbehtë dukej sikur e shikonte, konturet e saj të mjegullta, por të mjaftueshme për të shkaktuar një frikë të thellë dhe instiktive. Figura u zhduk po aq shpejt sa u shfaq, duke lënë vetëm heshtjen e rëndë dhe shtypse të tempullit. Zemra e Kres rrihte fuqishëm ndërsa përpiqej të qëndronte i qetë dhe të regjistronte gjithçka me kamerën. Çdo hije, çdo reflektim, dukej sikur merrte jetë dhe lëvizte me qëllim të vetëm. Kjo përzierje e arkitekturës madhështore dhe degradimit, së bashku me shfaqjen e pashpjegueshme, bënte që atmosfera të ishte njëkohësisht e magjepsëse dhe tmerrshme. Kres e dinte që çdo zë apo lëvizje mund të fshehë një surprizë tjetër, dhe se tempulli masonik ruante sekrete që ndoshta kurrë nuk duhej zbuluar. Megjithatë, ai vendosi të vazhdoi, duke dokumentuar çdo moment, i vetëdijshëm se po bëhej dëshmitar i diçkaje që pak kush mund kuptonte plotësisht. Një burr që po voziste i vetëm ndjeu frikë, pasi rruga nëpër të cilën po kalonte ishte jashtëzakonisht e errët dhe e vetmuar. Heshtja dhe mungesa e dritave e bënin udhëtimin edhe më shqetësues. Ndaj për të shpërqendruar mendjen, ai filloi të këndonte ndërsa po regjistronte videon. Gjithçka dukej normale, derisa, pa e kuptuar, vuri re diçka të pazakontë në anë të rrugës. Në fund të asaj nate të vetmuar, kamera kapi një figurë të bardhë, me pamje të ngjashme me një poçong, e cila qëndronte mes shkurreve në anën e djathtë të rrugës. Kur burri e kuptoi se nuk ishte thjesht një hije apo iluzion, ai u trondit dhe u pushtua nga një ndjenjë frike e akullt, duke e bërë atë moment edhe më të frikshëm. Ky video vjen nga kanali Sapam Explore. Ky është vazhdimi i një regjistrimi të mëparshëm, ku eksploruesi, duke hyrë në një kabinë mes pyllit, doli duke vrapuar i tmerruar, pasi u përball me figurën në një kuntillanak, një shfaqje fantazm me një gruaje të veshur me të kuqe. إله إلا الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Një burr që po xhironte një video për TikTok në terracën e shtëpisë, mbeti i habitur dhe i tmerruar kur pa një shfaqje të çuditshme. Një pokong u shfaq papritmas pas tij, duke kërcyer. Figura e tij transparente dhe pothuajse padukshme u zhduk në pak çaste. Një pasdite në Spanjë, një përdoruese e re TikTokut vuri re diçka të pazakontë jashtë dritares së saj në katin e dytë të shtëpisë. Në fillim, ajo mendoi se ishte thjesht një pëllumb që ishte ndalur aty për një moment. Pa i kushtuar shumë rëndësi, vendosi ta filmonte skenën me telefonin e saj. Megjithatë, ajo që ndodhi më pas ishte shumë më e çuditshme nga sa priste. Kur ajo ngriti perden për të parë më mirë, ajo që ndodhe nga ana tjetër dukej sikur u zhduk plotësisht. Nuk kishte asgjë, as një zog, as një hije, vetëm errësirë dhe heshtje.
E hutuar, ajo e uli sërish perden në vendin e saj. Në atë moment, hija u shfaq përsëri, këtë herë më e qartë dhe më shqetësuese. Ajo nuk qëndroi statike, por rrëshqiti ngadalë për gjatë dritares derisa u zhduk nga fusha e shikimit të vajzës. Gjatë gjithë kohës, ajo nuk arrinte të kuptonte se çfarë po ndodhte apo çfarë kishte qenë ajo figurë. Videoja përfundon me një ndjenjë konfuzioni dhe frike, duke i lënë shikuesit të pyesin veten nëse ajo që u filmua ishte thjesht një iluzion, një lojë drite apo diçka shumë më e pashpjegueshme. Në një subreddit të dedikuar fantazmave, një përdorues i njohur si The Proof Seekers publikoi një video që kapte një aktivitet vërtet shqetësues brenda një dhome gjumi dhe, për më tepër, gjatë ditës. Pamjet vijnë nga një kamere fikse që drejtohet drejt dhomës. Në fillim, nuk duket se po ndodh asgjë jashtëzakonshme. Dhoma duket normale, qetësisht e rregulluar, por kjo ndryshon shumë shpejt. Papritur, pa paralajmërim, dëgjohet një zë i çuditshëm, i pëshpëritur por i thellë, duke thënë përshëndetje, nga një vend i afërt, i shkurtër, por padyshim shqetësues. Fatkeqësisht, nuk jepet shumë kontekst në postim. Megjithatë, mungesa e shpjegimit nuk e bën klipin më pak të frikshëm, përkundrazi, mund ta rrisë tensionin. Zëri është mjaft i qartë për të dëgjuar, por nuk ka asnjë tregues vizual se nga vjen. Kjo është ajo që vërtet shqetëson njerëzit. Komentet nuk vonuan, disa e përshkruan zërin si diçka nga një makth, ndërsa të tjerë pyesnin nëse mund të vinte nga një videolojë ose televizor në dhomën tjetër, por asgjë në klip nuk sugjeron një burim të besueshëm për zërin. Pavarësisht arsyetimeve, atmosfera që krijon videoja është e rrezikshme dhe misterioze, duke lënë shikuesit të ndihen të pasigurt dhe të tensionuar. Pyetja mbetet: a ishte një tingull rastësor dhe i shpjegueshëm i kapur në momentin e duhur, apo diçka më e errët dhe e pashpjegueshme po ndodhte në atë dhomë të qetë gjumi? I paralizuar brenda një mauzoleo të heshtur, Franco vuri re siluetën e një gruaje që qëndronte ulur pa lëvizur. Prania e saj ishte e frikshme dhe figura e bardhë pothuajse transparente nuk linte asnjë dyshim se përballë tij ndodhej diçka jo normale. Atmosfera ishte e rëndë dhe ajri duke i ngrirë, ndërsa ai përpiqej të kuptonte atë që po shihte. Silueta nuk shfaqte asnjë shenjë jete, por energjia që e rrethonte ishte thellësisht shqetësuese. I shtyr nga frika dhe kurioziteti, Franco mori një vendim të guximshëm dhe filloi të afrohej me shpejtësi drejt mauzoleut. Hapat e tij jehonin në heshtje, ndërsa zemra i rrihte fort. Megjithatë, sapo mbërriti në vendin ku kishte parë figurën, ajo ishte zhdukur pa lënë asnjë gjurmë. Në atë çast, i tronditur dhe i friksuar, Franco vendosi të largohej menjëherë. Ai u ndërhoq me nxitim, duke lënë pas një skenë të errët dhe një mister që nuk mori kurrë përgjigje. Një eksplorues urban u aventurua në një ndërtesë të braktisur në Kinë, duke kërkuar të kapte imazhe të dekadencës dhe harresës. Gjatë ecjes së tij nëpër dhomat e zbrasta, vëmendjen e tij e tërroqi një objekt që qëndronte vetëm në njërin prej dhomave, një kukull dukshëm e pafajshme. Kur ju afrua për ta shqyrtuar më nga afër, pas se kishte për të përjetuar diçka që do të thyente arsyen e tij. Kur përpiqej ta ngrinte kukullën për ta parë më mirë, objekti i pa animuar pësoi një transformim grotesk. Nga sytë e kukullës filloi të rrithte një lëng karmash që derdhej si lot gjaku, duke krijuar një spektakël makabër që e bëri eksploruesin të tërhiqej. Hyrja e parë sotme vjen nga llogaria e TikTok, Heads to the Energy, e cila thot se motra e saj po rregullon një kabinë të vjetër diku në Oregon, por vazhdimisht ndërpritet nga qeni i saj, Kupa. Ai është vërtet frikacak. Për më tepër, djali i saj i vogël
duket se nuk ndalon së foluri me dikë që nuk është as aty. Në klip shohim se përdoruesja filmon jashtë kabinës kur pa pritmas ndodh diçka vërtet shqetësuese. Problemi është se dera atje është shumë e ngurtë, si të gjitha të tjerat, kështu që nuk ka asgjë që të lëviz ose të bjerë mbi të. Nëse shikoni balkonin e sipërm, mund të shihni një lloj entiteti të errët duke shikuar nga lart drejt personit që po filmon para se të tërhiqet ngadalë përsëri brenda kabinës. Ndërsa përdoruesja vëzhgon me habi dhe tronditje të plot, shumë njerëz në komentet spekuluan se figura mund të jetë thjesht një perdhe që lëviz nga era. Megjithatë, në një video të dytë, përdoruesja kthehet në vend dhe duket se e përjashton këtë teori, duke treguar se në atë zonë nuk ka perdhe të varura, gjë që e bën klipin origjinal edhe më shqetësues. Më vonë ajo na tregon brendësinë e kabinës dhe shpjegon se një çift kishte jetuar atje dekada më parë. Burri më në fund vdiq dhe duket se të gjitha sendet e tij mbeten aty. Vendi duket i ngrirë në kohë. Nëse figura nuk ishte thjesht një rastësi apo një efekt optik, atëherë mund të ndodhë diçka e pashpjegueshme, qoftë energjia e mbetur e banorit të mëparshëm apo diçka krejtësisht tjetër. Atmosfera e përgjithshme, kombinimi i entitetit misterioz dhe heshtja e vendit të brendshëm të kabinës, krijon një ndjenjë të thellë të ankthit dhe pasigurisë që e bën të vështirë për çdo të mos ndihet i tronditur. Pamjet lën shikuesin të pyes nëse ajo që përshohin është reale apo thjesht një perceptim subjektiv, duke ruajtur misterin dhe tensionin gjatë gjithë kohës. Hoteli historik Jefferson është i njohur si një pikë e nxehtë për aktivitet paranormal. Ata madje kanë një kanal të tërë në YouTube për të dokumentuar këto ngjarje. Kjo është një tjetër pamje e kapur nga kamerat e tyre. Fillimisht, tingulli dëgjohet si një murmuritje e paqartë, por më pas pason diçka shumë më e qartë, një fishkëllim. Së fundi, dëgjohet një e qeshur jashtëzakonisht rrëqethëse. Fishkëllima kapet sërish, shumë lehtë. A është kjo thjesht një shaka nga dikush? Edhe pse të gjitha tingujt mund të kenë një shpjegim njerëzor, shumë do të besonin se bëhet fjalë për një frymë. Çfarë do të shihni më poshtë janë videot korporative të një kompanie mirëmbajtjeje, të cilat kanë kapur diçka jashtëzakonisht shqetësuese dhe të pashpjegueshme. Punonjësit po realizonin një inspektim rutin të ndërtesës dhe në një moment duket që vërejtën një krijesë të errët dhe të çuditshme që ishte fshehur brenda ambienteve të ndërtesës. Pamjet tregojnë vetëm një siluetë të paqartë, por prania e saj shkaktoi një ndjenjë të thellë frike tek të gjithë të pranishmit. Për punonjësit, më e tmerrshmja është fakti që kjo krijesë kurrë nuk u kap dhe as nuk u afrua lehtësisht. Ata përpiqeshin të identifikonin se çfarë mund të ishte. Disa mendonin se mund të ishte një kafshë rrallë, ose cila kishte arritur të fshihej me mjeshtëri, ndërsa të tjerët dyshonin se mund të ishte thjesht një montazh i ndërtuar me kujdes. Megjithatë, ndjenja e pasigurisë mbeti e pranishme gjatë gjithë kohës dhe pamjet vazhdojnë të shqetësojnë ata që i shohin. Pavarësisht nga origjina e vërtetë e krijesës, ky material ka lënë shikuesit duke pyetur veten se çfarë mund të ekzistojë në vendet që zakonisht mendojmë se janë të sigurta dhe të zakonshme. Tani është çështje e çdo shikuesi të vendosë nëse ka të bëjë me një dukuri reale, një gjallësë të pazakontë apo thjesht një efekt vizual të krijuar me qëllim. Pamjet nuk japin asnjë përgjigje të qartë, vetëm një ndjenjë të thellë frike dhe kureshtjeje. Ndonjëherë, peizazhet më të qeta dhe më të bukura janë pikërisht ato që fshehin tmerret më të papritura. Kjo është ajo që ndodhi në një rast të ndarë nga youtuberi Sonny Better në gusht të vitit 2020.
Sony, i njohur për dokumentimin e eksplorimeve të ndryshme në natyrë dhe vendet e izoluara, publikoi një video që në fillim dukej si një aventurë e zakonshme në ambient të hapur. Pamjet tregojnë një shpëtimtar duke drejtuar me shpejtësi një mjet terreni përgjatë një shtegu të ngushtë, të rrethuar një pyje të dendura brenda një rezervati natyror pranë brigjeve të lumit North Saskatchewan në Kanada. Qëllimi i tij ishte i qartë, të mbërrinte sa më shpejt në një situatë emergjente ku koha ishte vendimtare. Kamera dridhet lehtë ndërsa automjeti përparon, duke transmetuar ndjenjën e urgjencës dhe tensionit. Megjithatë, në mes të këtij udhëtimi të nxituar, diçka e pazakontë shfaqet në skaj të shtegut. Një hije e errët që duket si silueta e një figure të mbuluar me kapuç qëndron pranë rrugës. Ajo nuk lëviz, nuk largohet dhe nuk zhduket, pavarësisht afrimit të automjetit. Prania e saj është e ftoftë dhe kërcënuese, duke kontrastuar fort me qetësinë natyrore të mjedisit përreth. Edhe pse drejtuesi i mjetit duket i tronditur dhe i friksuar nga ajo që sheh, ai vazhdon në rrugën e tij, i detyruar nga përgjegjësia e misionit. Hija mbetet pas, e palëvizshme dhe enigmatike, si një dëshmitare e heshtur e momentit. Pamja është aq shqetësuese, sa është e pamundur të mos pyesësh veten se çfarë mund të ketë qenë ajo figurë. Një iluzion optik, një hije natyrore, apo diçka shumë më e errët dhe e pashpjegueshme. Në korrik të këtij viti, një taksist po kalonte qetësisht rrugët e qytetit të tij, kur papritmas ndodhi diçka shumë shqetësuese. Aty atë natë, po kaloni një pjesë të rrugës mjaft të çuditshme, ku u friksuan plotësisht dhe gjithçka u regjistrua nga kamerat e sigurisë të makinës. Të gjithë në automjet u kapën nga paniku, kur papritmas një grua e çuditshme veshur me të bardha u shfaq duke endur në mes të rrugës së errët dhe të braktisur. Shoferi foli për atë që ndodhi, duke thënë se gjatë më shumë se 20 vitesh pune si taksist, nuk ishte parë kur një ngjarje kaq të çuditshme dhe shqetësuese. Ai beson se kjo mund të jetë një shfaqje e vërtetë e një fantazme. Një punëtor fabrike vendosi të filmonte veten gjatë turnit të tij të natës, pa imagjinuar kurrë se do të kapte diçka që e tmerron edhe sot. Ndërsa kryente detyrat e tij rutinë në heshtjen e orëve të para të mëngjesit, një pranim binatyrore u shfaq pas tij. Pamjet tregojnë qartë një shfaqje me pamje kadaverike që e vëzhgon nga reflektimi një sipërfaqeje xhami, me tipare që sfidojnë çdo shpjegim racional. Sytë e saj shkëlqenin me një dritë jo natyrale dhe shprehja transmetonte një likësi të prekshme, duke mbushur ambientin me një ndjenjë të thellë frike dhe pasigurie. Një transmetues nate përjeton një nga momentet më të çuditshme të karrierës së tij, kur kupton se nuk është vetëm në parkun ku po bën transmetimin live. Kamerat e tij kapin një krijesë të vogël me promasa humanoide, që lëviz me një shkaftësi mbinatyrore brenda zgavrës së një peme shekullore. Entiteti i vogël duket se është plotësisht i vetëdijshëm se po vëzhgohet, duke krijuar një ndjenjë të thellë shqetësimi dhe frike tek shikuesit. Një përdorues i Reddit me emrin Novariati 578 ndau një video në subredditin Paranormal Encounter, e cila shfaq pamje të regjistruara nga një kamerë sigurie brenda një dyqani departamental diku në Kili. Në fillim, gjithçka duket normale dhe e qetë,
me ambientin që transmeton një ndjenjë paqeje dhe të përshllëku. Megjithatë, brenda pak sekondash, situata merr një kthes jashtëzakonisht shqetësuese. Shikuesve u kërkohet të përqendrojnë vëmendjen te ana e majtë e ekranit, ku ndodh diçka e pazakontë. Aty shihet një figurë shumë e gjatë dhe errët, që duket se zbret ngadalë disa shkallë përpara se të zhduket në ajër pas një shpjegim të qartë. Nëse pamjet janë autentike, është e vështirë të mos vërehet lartësia e jashtëzakonshme e kësaj figure, shumë e madhe se sa ajo që shumitja e njerëzve imagjinojnë kur mendojnë për një fantazëm. Duke pasur shumë pak informacion shtesë përveç vendodhjes së përgjithshme, është e vështirë të përcaktohet se çfarë po ndodh realisht. Disa shikues besojnë se mund të bëhet fjalë për një shfaqje paranormale të kapur nga kamera e sigurisë, veçanërisht sepse figura duket se lëviz natyrshëm në hapësirë përpara se të zhduket. Të tjerë sugjerojnë se gjithçka mund të jetë rezultati një defekti teknik të kamerës. Kamerat e sigurisë me frekuencë të ulët kornizash shpesh kanë vështirësi në regjistrimin e objekteve në lëvizje, sidomos në zona me shkallë. Kompresimi i videos ose përzierja e kornizave mund të bëjë që një person që zbret shkallët të duket sikur po zbehet. Megjithatë, të shohësh një figurë gjigante që shfaqet dhe zhduket në një dyqan bosh mbetet thellësisht tronditse. Në orët e para të mëngjesit të 8 tetorit 2016, një familje që jetonte në një shtëpi në periferi të Boswell, Pennsylvania, u zgjua për të zbuluar një sken të çrregullt në oborrin e pasëm. Koshat e mbeturinave ishin përmbysur plotësisht dhe mbeturina ishin shpërndar kudo në tokë. Duke qenë se shtëpia ndodhej pranë një zone të dendur pyjore, vizitat e kafshëve të natës nuk ishin diçka e pazakontë për ta. Megjithatë, familja u shqetësua nga mundësia që fajtori të ishte një ari i zi që kërkonte ushqim përpara dimrit. Për këtë arsye, ata vendosën të kontrollonin pamjet e regjistruara nga kamera e verandës për të parë se çfarë kishte shkaktuar rrëmujën. Ajo që u shfaq në video, megjithatë, nuk i ngjante as pak një ariu. Për gati 2 minuta të plota, kamera regjistroi një figurë të çuditshme që her pas here nxirrte kokën nga pas një mbulese dhe më pas fshihej sërish. Edhe pse pjesa më e madhe e trupit mbetej e padukshme, ajo që shihej dukej jashtëzakonisht e pazakontë. Figura dukej e hollë, me gjymtyr të gjata dhe sy të bardhë që shkëlqenin në errësirë, duke i dhënë pamjen e diçkaje që disa njerëz do ta përshkruanin si një kriptid i tipit crawler. Videoja është vërtet shqetësuese, dhe ideja që një qenie e tillë mund të endet pranë shtëpisë tënde në orët e vona të natës është e mjaftueshme për të trazuar këdo. Disa besojnë se pamjet tregojnë një krijesë të panjohur, veçanërisht për shkak të sjelljes së çuditshme dhe shkëlqimit jo normal të syve. Të tjerë sugjerojnë se gjithçka mund të ketë qenë inskenuar, ose thjesht një kafshë e zakonshme e kapur nga një kënd i keq dhe e bërë shumë më frikësuese nga ndriçimi i dobërt i kamerës. Sido që tjetë, është lloji i videos që të bën të kontrollosh 2 herë dritaret përpara se të shkosh të flesh.